Ej, prite, Skënderbeu, shumë urime për ty. Për ka? Për Skënderbeun. Skënderbeu është ai që e ke pa që tar dikush e ke pa një shpatë, e ka që thonë është e ka shpatë Turqisë. E ka shpatën. Dikush të dhe ka këtë, jo ka po historia të kajt e kish pas. Kalin. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jazz. Jam këto me këngëtarin e shumë kërkuar dhe shumë të viteve dhe me zonin e tij, me na koleg sot na ka ftu për një arsye jemi këto. E cila është arsyeja? Edhe çfarë do të na thot për këtë arsye, jo rrini me neve sepse gjonat e mira i se dhe veç na. Përshëndetje Shaip, i meri. Përshëndetje. Shaip, thash arsyeja pse na ke ftu këto dhe jena sot këto të kjo datë, 1450, 1468, 1405. Ka lindë Skënderbeu në 1405 dhe ka vdek në 1468. Po. Është e vërtet që kjo datë apo mos ka ndrru? Po, e vërtet që tu janë edhe në për librat historisë që kena mësu. Okej. Shaip, çfarë na ke ftu sot në këto se çka ka specifik sot te Gjergj Kastrioti Skënderbeut, te kjo ikonë e shqiptarisë? Unë ftova sepse nesër është ditëlindja e Skënderbeut. Seriozisht? Për hajër. Inshallah e gëzën. Është ditëlindja e herojt tonë kombëtar, Skënderbeut. Edhe për këtë arsye kom thirrë, është një ditë, normal që është një ditë e mirë për gjithë kombin e shqiptarisë. E vërtetë, Shaip, diçka që i bën ti si këngëtar, si artist, nuk bajnë as artistat me famë botërore. Unë të thirrsh një showman ose një gazetar ose një intervist me ba me një datë të një ikone çlirimit shqiptar, kjo është e pabesueshme, po është e vërtet. Unë shumë kom pasë me njerëz që më thonë Skënderbeu që ka po, jo Skënderbeu ka qenë turk, jo ka qenë kështu, i kom thonë jo, i gabim. Skënderbeu ka qenë atëherë kur që ka qenë me këtë në perandorin Osmanit, që kur e ke po kur të bën atë me ato që i mshojnë ato varë, që i dahullët ato që i mshojnë, atëherë ka pas Turqinë, që atëherë tani ka shtyru edhe tani ka orë në kruj. Ka në kruj. A di një historien e Skënderbeut krejt? E pas, unë nuk jam historiant, nështë gabaj, nuk i di kështë me data, ama Skënderbeu është legjendë e kombit. Legjendë e kombit. Çfarë mund të na thush 2 fjalë për Skënderbeun? Skënderbeu është ai që e ke pa që tar dikush e ke pa një shpatë, e ka që thonë është e ka shpatë Turqisë. E ka shpatën. Dikush të dhe ka këtë, jo ka po historia të kajt e kish pas. Kalin e ka pas të pelës. Kalin e ka pas unë shpesh e tham ka herë shumë, të më dojnë apo taku, mi tham ku. Unë tham njërë, së më më fut para... Normal që Kalin e ka pas Kali e pela. Pela që dhe Kalit. Pela Skënderbeut, për kështë dhe Kali Skënderbeut. Kali Skënderbeut, edhe pela është Skënderbeut, edhe pela... Që kjo dhe pel ka pas, a? Pel. Se pas na, jajte pa njëre sa të rrinë, sa të orënën mësën. Se pas na ditë për pel. Thash pela është e Kalit. Ja, po e vërteta. E Kali e i pelës, që është shkështu. Qishe ka pas emnin Kali Skënderbeut? Nuk e di për ato, nuk e di. Maz. Për ato nuk e di. Maz e ka pas. Çfarë këngë do përna kënon për ditëlindjen e Skënderbeut? Këngë është një këngë, kjo këngë kënu moti dhe edhe në për asambli kemi këndu këngën e Skënderbeut. O mëj tokë e bekuar, prite Skënderbeun, a i po vje si plumbi shkruar, ta shpetoj me më dhenë.
Shqiptarët ti shpetoj, nga zgjedhja e keq Turqis, edhe ty ai të nderoj, kreu i shqiptaris. Ej, prite, prite, Skënderben, edhe ju o të vdekur se janë yllën në dritë, kur dhe të herë e i buze qeshur shpirti u pas ndjes. Ej, prite, prite, Skënderben. Po vjen si polumbi Bishkruar ta shpëtoj mamëdhen, shqiptarët ti shpëtoj nga zgjedhja e Turqis. Edhe ai ty të nderoj, kreu i shqiptaris. Ej, prite, prite, Skënderben. Kali të bëna për nallë, Kjo një këngë shumë, kjo shumë... Bravo. kjo një këngë- Shajep, historia na ka mësu se Skënderbeu është rrethu nga kosh. Po, normal që atë lufta, kur janë bën lufta, dhe janë normale që qëre, unë flasë shqiptar se shqiptar gjithë i kanë të rrethu njëri tjetrin. Seriozisht? E përmend rastin e Asa Prishtinit. Kush e ka vrarë Asa Prishtinën? Kush e ka vrarë? Ka vrarë dora e shqiptarit, Selanik, Dora Kona? e shqiptarit. E cilët shqiptar? Ai është me emrin Ibrahim Oqelo. E ka vrarë Ibrahim Oqelo, a? Ibrahim Oqelo ka A vrarë. kanë denu organet kompetence, se dhe e gjithë gjykata këta? Kjo është para kur ka qenë atëherë, në atë kohë, edhe Asa Prishtina vritet. Okej, çka ka Skënderbeu të veçantë? A di pse është vrarë Asa Prishtina? Po jetë Skënderbeu ena. Po, armati që ke bisedat e se gjithë Ahmet Zuku ju ka tutë Asa Prishtinës. Okej, Se apo teknikisht, ndje ato e folmi Jo. për ato tjetër ditë, sot e natë ditëlindja e Skënderbeut. Nga mirë, çka ka pas Skënderbeu simbol, që edhe sot shqiptarët i simbolizojnë qatë pjesë? E ka pas atë to që ka puqin si në formë dhe isë, ke po E që? pse? Së për me di që jenë, nëse nuk e një fort kështu në detaje mirë, po, e një ka pas shpatër, ka pas ato... Po, për pak. Pse e ka pas brinat e dhijës, pse i ka pas në kapoq? Për me që ka bërë ta shqiptarët. Pse shqiptar me dhija? Se është e këpër simboli që është, e ki edhe Po. simboli ato që i ka. Jo, në ditje të ndryshe. Valla, unë nashta që të ndi të rëgëm, përse unë... Dhive, ja ka vënu ka një fener, edhe ka fitu një bete me dhi. Po, e tanë qato e ka vënu... E ka vënu se e ka fitu bete. Unë sot deshta me thonë, për sa deshta me thonë që unë së histori nuk e një fort mirë, ade që kam kry E sot për ditëlindje çka i kishe thonë? Kisha thë për ditëlindje, ku do që janë vëllezërit tonë shqiptar, i uroj ditëlindjen e Skënderbeut të kombit shqiptar, ku do që janë. Faleminderit që ishe pjesë e jona Shajep, po apo na kënë edhe një këngë për ditëlindje, veç për ditëlindje, këngën e ditëlindjes. Veç këngën e ditëlindjes. Këngën e ditëlindjes. Shumurime për ty. Po, kjo po. Ajden po hajt. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ty. Për ka? Për Skënderbeun. Po ç'ashtu thoj? Për Shumurime për ty, Striotin Skënderben. Shumurime për gjeç Kastriotin Skënderben. Bravo. A e kënën edhe anglisht, se nështë i merë nesh. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Jazz. Ju të dashur mirë që rrini me neve sepse gjonat e mira i së dhe me shna Kosova Info informon për çdo gjë. Jeshmi me këngëtarin legjendar Shajep Imeri. Faleminderit. Faleminderit.